za që kushte nuk do të mund të vazhdojmë seancën e sotme. U ovim ust, Mbas prova që deri me tani ka pranuar gjykata. na osnovu dokaza koje smo do sada primili kao sud, në mënyrë të rregullt, ista nije primila uredni poziv, konkretisht konkretno, për të dëshmitarin e ka pranuar ftesën babai i saj Dragoljub Antonijević. za svedokinju poziv je primio njen otac Dragoljub Antonijević, I cili në farforme e kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e koji sotme na neki gjyqësore, način je ostavio kao otvorenu mogućnost da će ona biti prisutna na današnjem ročištu, por në Ali- rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se za ovu svedokinju sud smatra nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. da nije uspjela da obrazloži svoje odsustvo, Gjykata ndërkohë do të pret u nëse međuvremenu do të arsyetoj këtë mungesë në bazë sud të će u dokumentacion međuvremenu čekati da li će ona obrazložiti kao Apo thënjeve. odsustvo apo thënieve të besueshme ili njih, znači navoda koji su poverljivi, dhe pas kësaj do të marrë vendim i nakon toga ćemo nëse njëjta do donijeti shoqërohet rješenje da li će ista përmes organët policisë apo da li će isto dolaziti Do ti putem dërgohet ftesa pratnje për sejm. organa policije ili pa ćemo poslati Në za këto që poziv. kushte nuk do të mund të vazhdojmë seancën e sotme. Në seancën e radhës do dëgjohet dëshmitari nga Republika e Maqedonisë. Na naredno ročište bit će saslušan svedok iz Republike Makedonije. Gjykata me kohë përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me Sud je autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një check i prije datuma da se povežemo sa sudom tamo, mi ćemo već kontrolisati, po do të bëjmë një provë znači dhe të jemi të gatshëm për datën 27.